Kur debati mbaron, por zemra flet, Alba dhe Limi në Big Brother Kosova, shtëpia e Big Brother Kosovas atë mbrëmje ishte më e rëndë se zakonisht. Ajri duke i trash, fjalët kishin mbetur pezull në përdhoma, dhe çdo hapje honte më fort se herët e tjera. Debati kishte përfunduar, por pasojat e tij sapo kishin filluar. Sepse në atë shtëpi, debatet nuk mbyllen me fjalën e fundit, ato vazhdojnë brenda zemrave të banorëve. Alba ishte njëra prej tyre. E lodhur, e ngarkuar emocionalisht, me sytë që i digjnin jo nga lotët që derdhte, por nga ata që po i mbante. Ajo kishte folur, kishte shpjeguar, kishte mbrojtur veten, ndjenjat e saj, të vërtetën e saj. Por kishte mbetur diçka e pathënë. Dhe ajo diçka kishte emër, Limi, ndërsa banorët e tjerë u shpërndan në përqoshe të shtëpisë, duke analizuar debatin, duke gjykuar, duke përshpëritur, Alba nuk bëri asnjë nga këto. Ajo nuk kërkoi mbështetje të askush tjetër. Nuk kërkoi fjalë ngushëlluese. Ajo u ndal vetëm për një moment, mori frymë thellë dhe u drejtua atje ku e dinte se ishte zemra e saj. Limi qëndronte vetëm, i heshtur, i mbështetur diku mes mendimeve të veta. Edhe ai ishte i përfshirë në debat, edhe mbi të kishte peshë, por ndryshe nga Alba, ai ishte mbyllur brenda vetes. Heshtja e tij ishte më e zhurmshme se çdo fjalë që ishte thënë më herët. Kur Alba ju afrua, ai ngriti syt. Nuk tha asgjë. As ajo nuk foli menjëherë. Në atë moment, fjalët nuk kishin më fuqi. Sepse ndonjëherë, pas gjithë zhurmës së një debati, vetëm heshtja mund ta tregojë të vërtetën. Alba u afrua edhe më shumë. Pa kamera, pa publik në mendje, pa lojë. Vetëm si një vajzë që po i afrohej njeriut që donte. Ajo e shtrëngoi Limin fort. Jo lehtë, jo për sy e faqe, por siç shtrëngohet dikush kur ke frikë se mos e humb. Siç shtrëngohet dikush kur ke nevojë me i tregu, jam këtu. Edhe pas gjithçkaje. Limi u befasua. Për një çast, trupi i tij qëndroi i ngurtë. Pastaj, pa e kuptuar, u dorëzua. Ja ktheu për qafimin. Jo si lojtar, jo si banor, por si njeri që po ndjente, dhe aty, në mes të asaj përqafimi që zgjati më shumë se ç'pritej, Alba u ngrit pak në majë të gishtave, ju afrua fytyrës së tij dhe e puthi. Një puthje e qetë, e ngrohtë, e sinqertë. Jo provokuese. Jo për spektakël. Një puthje që kishte më shumë kuptim se çdo deklaratë publike. Pastaj, shumë qetë, pothuajse në përshpëritje, ajo i tha, kam zemër. 2 fjalë. Por në atë shtëpi, ato fjalë peshonin më shumë se çdo debat. Limi nuk foli menjëherë. Sytë e tij u mbushën me diçka që kamera e kapi, por nuk mund ta shpjegonte plotësisht. Ishte një përzierje faji, lehtësimi, ndjenje dhe realiteti. Sepse në atë moment, ai e kuptoi diçka që ndoshta e kishte harruar mes lojës, se përtej strategjive, përtej situatave të komplikuara, kishte një zemër që po e zgjidhte përsëri. Ky moment nuk ishte i zhurmshëm. Nuk pati duar trokitje. Nuk pati muzikë dramatike. Por ishte një nga ato skena që Big Brother i do, sepse janë të vërteta. Sepse nuk luhen. Ndodhin, banorët e tjerë e pan nga larg. Disa u shtangën. Disa u hutuan. Disa u prekën. Sepse jo shpesh shedik që pas një debati të fortë, zgjedh përqafimin në vend të krenarisë. Alba nuk po mohonte dhimbjen e saj. Nuk po e fshinte debatin. Por po tregonte diçka tjetër, që dashuria nuk është gjithmonë britëm. Ndonjëherë është heshtje. Është një hap përpara, kur të gjithë presin që të largohesh, për publikun jashtë, ky moment u bë pikë kthese. Disa e pan si forcë. Disa si dobësi. Disa si dashuri të vërtetë. Por askush nuk mund ta mohonte që ishte real, sepse në Big Brother Kosova, ku çdo gjë është në impresion, ku çdo ndjenjë analizohet, Alba bëri diçka të thjeshtë, por të rrallë. Ajo veproi me zemër, dhe Limi, në atë moment, e ndjeu peshën e asaj që kishte përballë. Jo si përgjigje loje, por si përgjigje njerëzore. Debatet do të vazhdojnë. Situatat do të ndërlikohen. Loja nuk ndalet. Por ai përqafim, ajo puthje dhe ato 2 fjalë, kam zemër, mbeten. Sepse ndonjëherë në një shtëpi plot zëra, fiton ai që flet më pak dhe ndjen më shumë.